Përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Zoti Geci. Ta tërheqë vritje. Po edhe po të lirohet. Edhe nuk ka kurfar kredibiliteti përballë figurës me çështjen të cilën është thirrë kësaj. Kryeministrit Kurti. S'po di çush me thonë se me thonë deputat nuk e meriton. Nuk kisha besu kur kryetare e kuvendit, deputat nderuar, që nga foltorja e kuvendit Republikës Kosovës vjen një lutje në formë urime për dënim me burg të përjetshëm për njerëzit që kanë luftu për lirinë e këtij vendi. Ju duhet të ndiheni i turpruar. Duhet të ndjeni i turpruar dhe lëvizja vetëvendosje, nëse nuk mendon si ju, mu tani, ju ftoj juve si kryetare dhe shefen e grupit që të distancohet. Sot këtu në këtë seancë u thanë shumë fjalë nga deputetët, shumë pavërteta, gjithsesi ja vlen të theksohet publikisht ajo që besoj është e ditur për qytetarët, qëndrimet e grupit parlamentar dhe televizjes vetëvendosje në lidhje me luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë publike, të qarta edhe qëndrojnë pas tyre. Lufta çlirimtare ka qenë e drejtë, e pastër dhe ne respektojmë përpjekjet e të gjithë të rëndëve për liri, të gjithë atyre që kanë kontribuar për lirinë e vendit.